Në shtëpinë e Big Brother Kosova, aty ku presioni rritet çdo ditë dhe kufit personal shpesh vjen në provë, ndodhi një situatë që ndezi debat të madh mes banorëve dhe publikut. Ishte një moment i ngarkuar, jo thjesht një debat fjalësh, por një përplasje që tregoi sa lehtë tensioni mund të dalë jashtë kontrollit. Breda ndodhej brenda shtëpisë dhe po përpiqej të dilte jashtë, për të marrë pak ajër dhe për t'u larguar nga situata e rënduar. Në atë moment, Labinoti i doli përpara dhe ju vendos mu të dera, duke ja bllokuar daljen. Qëndrimi i tij ishte sfidues, dominues, sikur donte të tregonte kontroll. Me zë të prerë i tha, mos dil jashtë. Mos më prek. Breda u ndal. Për disa sekonda nuk foli, por në fytyrën e saj lexohej qartë nervozizmi dhe ndjenja e padrejtësisë. Ajo nuk po kërkonte konflikt, thjesht hapësirë. Situata u bë edhe më e rëndë kur ai vazhdoi të qëndronte në derë, pa lëvizur, duke ja mohuar të drejtën për të kaluar. Kamerat kapën çdo detaj. Banorët e tjerë u afruan, disa në heshtje, disa duke pritur të shihnin çfarë do të ndodhte. Në atë çast, Breda reagoi. Me një lëvizje të shpejtë, e shtyu që të hapte rrugë. Ai humbi ekuilibrin dhe u tërhoq mbrapa, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar. Pas këtij momenti, shtëpia u mbush me zëra, reagime dhe komente. Disa banorë u habitën, disa të tjerë u rreshtuan menjëherë në anë të ndryshme. Disa qeshën nga sikleti, disa e panë si te kalim kufish, ndërsa të tjerë si reagim të natyrshëm ndaj një provokimi të hapur. Ky episod tregoi edhe një herë se në Big Brother Kosova nuk është vetëm loja ajo që vëzhgohet, por edhe mënyra se si banorët respektojnë njëri tjetrin, kufit personal dhe hapësirën. Një moment i vetëm mjaftoi për të hapur debate të mëdha. Kush kishte të drejtë, kush gaboi dhe deri ku lejohet të shkojë provokimi në emër të lojës.